Doja të fluturoja për mos t'i hapur sytë. Ema Andrea jep lajmin bom për loten të gjithë në studio. Ema Andrea ka ndarë për herë të parë një histori mjaft personale, teksa në studio ishte ftuar vajza e saj Sara Kapo. Aktoria e njohur tregoi një moment shumë të vështirë që i bëri të gjithë të përloten. Kur e shkruajta këtë poezi, që doli poem, kishte shumë më fal dhe shumë faleminderit, ishte shumë e gjatë. Nuk dija të ndaja sekretet në reshta, nuk e mbaj mend. Mbaj mend shumë pak nga fakti që të kërkoj falje se duke u përpjekur të ruaj ty nga hijet e mia, unë kam krijuar rrath në sytë e tu. Kur ndjej në tingullin tënd të zërit dridhje, më duket sikur jam pasojë e mungesave të mia. Se nuk do doja kur që ti të vazhdoje të rriteshe me fjalinë e gabuar, mos e mërzitet mami, se tani je një grua, fjala që do të mbart derisa të fik syt në këtë jetë e jotja, është e një nate ku mua më dukej shumë bukur të fluturoja, jo për me i hap syt. Dhe ti the, oma, akoma nuk e fjetur, unë jam sot këtu, me ty. Prej asaj fjale dhe doja të thosha, Zoti më dha jetën. Ti më mësove të dua jetën dhe midis Zotit dhe teje unë zgjedh ty, tha Ema Andrea.